Në një kohë kur shumë të rinj ndërrojnë të ardhmen jashtë kufinëve, një grup nxënësish të shkollës 9-vjeçare Atë Shtjefën Xheçovi në Lezhë kanë zgjedhur të flasin ndryshe. Ata kanë nisur një fushat me mesazhin "Qëndro në Shqipëri" për të treguar se vendi ynë ka potencial dhe mjafton ta shohim me sytë e duhur. Të armatosur me mesazhe shpresë, nxënësit kanë përshkuar rrugët e Lezhës duke u ndalur pranë qytetarëve dhe duke ndarë bindjen e tyre se largimi nuk është gjithmonë zgjidhje. Në vitet që ne jemi në kohët e sotme, shumë të rinj, shumë magjëren që kanë mbushur 18 vjeç, duan të largohen për arsyen për një jetë më të mirë. Duan të arrijnë shumë në jetën e tyre në një vend tjetër, por harrojnë që në vendin ku kanë lindur, duhet zbulojnë më shumë, duhet gërmojnë më shumë për të gjetur atë që ato kërkojnë. Edhe duhet ju bëjmë thirrje gjithë adoleshentëve, gjithë magjërenëve, edhe të rriturve, që qëndrojnë në Shqipëri edhe duhet të arrijmë ta duam vendin tonë edhe ta mbrojmë aq sa kemi mundësi. Kjo ide për të qëndruar në Shqipëri na ardh sepse unë po shoh që çdo ditë po largohen shqiptarët për jashtë shtetit për një mundësi shumë më të mirë, por edhe mundësitë jashtë mund t'i bëhen këtu në Shqipëri. Edhe u bë këtë thirrje të rinjve sepse ato po largohen më shumë. Besoj që kam gjetur shumë mbështetje në to sepse ato kanë nisur që ta pëlqejnë më shumë Shqipërinë edhe që të rrinë më shumë sepse tani po e shohin që Shqipëria është një vend shumë i mirë për ne edhe për të rinjt. Dhe ky synim duhet të përmbushet sepse Shqipëria s'ka si Shqipëria. Fushata synon të ngrej pyetje dhe të nxjisë reflektim, jo vetëm mes të rinjve, por edhe në nivel komunitar. Mesazhi i tyre është i thjeshtë por i fuqishëm, të mos dorëzohemi përpara vështirësive, por të ndërtojmë të ardhmen këtu ku jemi.